Shembja e rrugës Dragostunj dhe një pjesë e aksit kombëtar Librash Pogradec sjell dhe anullim të pernotimeve në juglindje. Administratorët e bizneseve thonë se po përballen me mungesa totale të punës. Nga ana tjetër, devijimi i qarkullimit në rrugë alternative ka sjell edhe shtrembim të biletave. Qeveria angazhohet të ndërtojë një segment tjetër për qarkullim, por pa afat. Një panik i pa justifikuar e konsideroi ministri i Mbrojtjes së sulmet e presidentit Vučić ndaj Shqipërisë. Pirovëngu konfirmoi se puna për marrëveshjen me Kosovën dhe Kroacinë vijon dhe ka miratimin e NATO-s. Lidhur me bordin e paqes, ministri tha se ende nuk është detajuar me afate pozicionimi që do të ketë Shqipëria në Gaza dhe se hartat që po qarkullojnë në media janë false. Një antar i familjes Jashari do të ishte kandidati i përshtatshëm për të bërë presidenti i Kosovës. Kështu deklaroi numri 2 në qeverinë e Kosovës dhe lëvizjen vendosje Glauko Njufca. Ai eliminoi veten nga gara dhe tha se nuk duan të vënë në vështirësi opozitën, duke i propozuar një emër partijak. Presidenti Trump shpalli epokën e artë të ekonomisë së SBA-ve në fjalimin e tij rekord përpara Kongresit Amerikan. Trump minimizoi vendimin e Gjykatës Supreme që rrëzoi taksat e tij mbi importet, ndërsa u përplas ashpër me ta për emigracionin. Kreu i Shtëpisë së Bardhë zotua të parandalojnë me çdo kusht armatosjen bërthamore të Iranit. Të nderuar teleshikues, përshëndetje, ne vazhdojmë me lajmet këtu në A2CNN. Hotelet, bujtinat, restorantet dhe çdo subjekt lidhur me turistët e huaj dhe vizitorët vendas në juglindje të vendit po ndjen efektet negative të bllokimit të rrugës. Administratorët shprehen se fundjava e dytë të rresht po sjell anullim të rezervimeve dhe thuajse mungesë totale të punës. Në të njëjtën kohë raportohet se është shtrentuar edhe çmimi i biletave të furgonave të linjës Korç-Tiranë që aktualisht po përdorin rrugë alternative. Shembja e rrugës në zonën e Dragostunjës, pjesë e aksit kombëtar rrugor Librash Pogradec, po fillon të japë efektet negative edhe në bizneset e qyteteve kryesore të juglindjes si Pogradeci dhe Korça. Strukturat akomoduese dhe subjektet e shërbimit që operojnë kryesisht me turistë të huaj apo edhe vizitor vendas, po ndjejnë efektet negative të bllokimit të rrugës. Për të dytën fundjavë rresht, këto njësi po përballen thuajse me anullime totale të rezervimeve. Fundjava e shkuar dhe fundjava që po vjen, ne kemi pasur një radhë të madhe anullimesh. Të gjitha rezervimet tona janë kanceluar në moment të fundit, me njëherë pas gjendjes emergjente që është shpallur me rrugën Dragostunj. Pjesën më madhe të turistëve kemi nga tregu, po them vendas brenda Shqipërisë, Tirana, Durrësi, Elbasani, edhe Vlora gjithashtu. Gjitha këto rezervime u anuluan me njëherë pasi njoftimi u bë gjithanshëm dhe u njohur për gjithë. Dhe të gjithë bashkëpunëtorët tanë, po them, hotelet dhe restorantet kanë pasur të njëjtin dëm ekonomik me humbjen e klientëve. Edhe ato subjekte që punojnë kryesisht me turistë huaj dhe janë pjesë e guidave kanë të njëjtën problematik. Neve operojmë me grupe të huash që zgjedhin të vizitojnë qytetin e Pogradecit, gjithashtu të vazhdojnë drejt Korçës. Këta grupe vinë kryesisht drejt nga Tirana ose vazhdojnë turin e tyre drejt Tiranës. Problem shumë i madh ka qenë prishja e rrugës të aksit që lidh Pogradecin me Tiranën, ku shumë grupe kanë anulluar prenotimet e tyre për të akomoduar në hotelin ton, për shkak të kësaj gjendje që ne ndodhemi tani, për shkurtin dhe jo vetëm, sepse kjo gjendje është një gjendje e atit që nuk mund të parashikojmë se çfarë mund të ndodhë. Sa më shumë të zjas bllokimi rrugës drejt juglindjes, aq më të vështirë do ta kenë njësitë e shërbimit që janë të lidhura me turizmin në këtë zonë. 4 muaj nga nisja e bllokimit të monopatinave ende nuk ka një rregullore për qarkullimin e tyre në rrugë. Qytetarët dhe përfaqësues të shoqërisë civile protestuan përpara Ministrisë së Brendshme duke kërkuar zgjidhje. Për më shumë se 4 muaj, lëvizja me këtë mjet elektrik në rrugët e kryeqytetit të Tiranës përbën vepër penale, e cila çon deri në sekuestrimin e mjetit. Ishte ky vendimi i Ministrisë së Brendshme në mesin e muajit tetor, i cili ndaloi qarkullimin e monopatinave dhe mjeteve të tjera elektrike, me synimin se do të duhej një afat kohor për përpunimin e një ligji i cili do të rregullonte pikërisht qarkullimin, por sot mbas 4 muajsh ligji mungon dhe u bë shkak pikërisht kjo mungesë e ligjit që përdoruesit e monopatinave dhe aktivistë të ndryshëm të protestojnë pikërisht përpara dyerve të Ministrisë së Brendshme. Unë kam një biznes të vogël, shërbim klientit, që mu më ka falimentu fare me këtë
me këtë vendim që dha kjo. Për 1 muaj dhe vajtën 4 muaj ne që po bëjmë pagesa bashkisë, po i bëjmë gjitha, jemi me rregulla me gjitha. Shumë probleme tjera që kemi, është edhe kjo, e cila na prek më së shumti ose drejt për drejt neve, si përdorus, po dhe si biznes. Edhe nëse kjo situatë zgjat, domethënë ngel vetëm për të shpallë falementin në qendrën kombëtare të biznes. Nuk ka fajin ky mjeti. Këtë mjetin e përdor gjithë bota. Shko në Greqi, shko në Gjermani, në Austri, kudo përdoret ky. Por problemi është rregullat dhe këto 3 rregulla që ne kemi pritur që këta t'i nxjerrin, që është skafandra, që është shpejtësia e kufizuar dhe korsitë e dedikuara, nuk kanë dalë dhe 4 muaj nuk e di çfarë bën kjo ministre që nuk i nxjerr. Ka rrugë ligjore që duhet ndjekur? Patjetër që ka rrugë ligjore, unë jam i sigurt që çdo kush që është marrë monopatina dhe këtë thirrje e bëj edhe për qytetarët që takuam këtu, duhet të shkojë në gjykatën administrative dhe ta marrë me gjyq mjetin e tij, ose pasi ka kaluar 30 ditë nga bllokimin e komisariat të shkojë ta tërheq, sepse është e drejtë e tij. Dhe së dyti, ka dhe rrugë tjetër ku ministrja Albana Koçiu të paditet në prokurori si një shkaktuese e dëmi, dhe meqense kemi dhe KLSH-n afër, i bëjmë thirrje dhe KLSH-s të auditoj këtë sjellje dhe këtë akt të saj. Mes frikës së sekuestrimit të mjetit dhe nevojës për të lëvizur nga një cep në cepin tjetër të Tiranës, përdoruesit e mjeteve elektrike thonë se do të vjojnë qarkullimin, por në mënyrë më fshehtazi. Nevoja e një ligji është urgjente për ta, pasi ju kursen kohë dhe para. Zgjidhja do ishte që të nxjerrë projekt ligji që presupozohet që këta thonë, nxjerrë një rregullore, nxjerrë masat e sigurisë, caktohen rrugët ku duhet të ecur dhe të rregullohet si çdo gjë tjetër. E përdor për shkollë, që është gjë normale se nuk. Ku banon dhe ku e ke shkollën? Unë banoj në Zverisht, shkollën e kam te hotelleri turizmi. Nuk është distancë e madhe, po mund ndihmon kurse i kohën time. Edhe është si e pa drejt të na i marrin skuterat, duke ecur në korsit caktuar edhe me helmet, të rinë sigur. Duhet bësh në një rrugë si s'kam bërë për bicikleta, duhet bësh edhe për skuterat, ose ta lejoshin veç për skutera, edhe të veshin ai kokore në ai gjë për neve. Që edhe mos i bllokonim, se neve shkojmë nëpër shkolla nëpër përdorni çdo ditë. Po. Të 4 muaj si e keni bërë apo me urban? Me urban. Janari ka qenë i dobët për turizmin në vend, indikuar edhe nga moti jo shumë i favorshëm. Sipas Instat, në janar në vend hyn 552.000 shtetas të huaj, me rënje prej 1.5% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Për herë të parë në 6 vjet, turizmi e ka nisur në rënje vitin. Të dhënat nga Instituti i Statistikave tregojnë se muajin e shkuar në vend hyn 552.187 të huaj, rreth 8.000 vizitor më pak se janarin e 2025-s. Moti me shi vlerësohet si shkaku kryesor. Është treg që do të jetë gjithmonë stabil, pak a shumë me luatet e vogla. Pjesa më e madhe e atyre që vizituan vendin në janar ishin pushuese evropian, ndjekur nga ata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Azia dhe Afrika. Kemi rritje të numrit të tregut francez, kemi rritje të numrit të tregut spanjoll, kemi rritje të numrit të ngajzër të tregut izraelit, domethënë që kanë një rritje të theksuara, që flas edhe janë numër i madh, numër masiv. Nërsa pastaj nëse referohemi këtyre që japin statistikat, Institutit Statistikave që thotë kemi rritje nga Australia, kemi rritje, ata kanë qenë 200 vjet, ata janë 250 vjet, domethënë po nuk janë numra të konsiderueshëm. Peshën kryesore vjojnë ta mbajnë turistët nga Kosova me 43% të totalit në muajin e parë të këtij viti. Në janar hyn 238.000 shqiptar të Kosovës, pothuajse shifër kjo e njëjtë me vitin 2025. Turistët nga Kosova janë turistë që është i tregojnë më në Shqipëri dhe ai do të jetë gjithmonë. Ata vinë në mënyrë individuale, pra nuk vinë, edhe statistikat nuk janë dash sakta, për shkak edhe se kufiri është i hapur gjatë sezonit dhe pothuajse pjesa më të madhe të vitit. Janë statistika që mbledhin nga hotelet, janë statistika që vinë edhe nga kamerat që ato, domethënë nxjerrin apo përpunojnë apo gjenerojnë një farë numri. Ndërkohë, në të kurrje të fortë ishin shtetasit nga Turqia me një rënje prej 20%, edhe nga Mbretëria e Bashkuar erdhën 8% më pak turistë. Francezët dhe gjermanët ishin rritësia e vitit kaluar që u dyndën drejt Shqipërisë, duke shënuar rritje dyshifrore, por janari ka qenë i dobët edhe për këta të fundit.
Shqipëria do të jetë në Gaza, por ende nuk ka caktuar se sa trupa ushtarak do të dërgojë apo në cilën zonë do të alokohen nga ana tjetër. Kryeministri i Mbrojtjes i ktheu përgjigje edhe Serbisë për shqetësimin ndaj marrëveshjes Tiranë-Prishtinë-Zagreb. Shqipëria ende nuk e di se sa trupa ushtarak do të dërgojë në Gaza, si antar i Bordit të Paqes. Ministri i Mbrojtjes Pirro Vëngu distancua nga harta që po qarkullon në media, pasi sipas tij ende nuk ka një përcaktim për rajonin ku do të qëndrojnë trupat tanë. Nuk përbëjnë dokument zyrtar, nuk ka ndarje të zonave operacionale në cilën do veprojë një shtet ose një shtet tjetër, është faza e planizimit fillestar për këtë qëllim. Ne po presim përcaktimin e vendeve aleate që do kenë rol ombrell, në mënyrë që ne të përfshihemi brenda tyre në këtë operacion, është një angazhim me 2 faza. Shqipëria përfshihet në shtab. Neve kemi deklaruar pjesëmarrjen në fazën e parë me oficerët. Nuk kemi përcaktuar akoma numrin e saktë të pjesëmarrësve. Ende mbetet e tensionuar situata mes Tiranës dhe Beogradit për sa i përket bashkëpunimit ushtarak Shqipëri-Kosovë-Kroaci. Një lloj paniku i pajustifikuar nga reagimet e institucioneve në Beograd. Ne vazhdojmë punën tonë, a kemi pasur komunikime me homologun në Beograd? Jo, përveç faktit që ne vazhdojmë të bëjmë ftesë të gjitha vendeve të rajonit fakt. Ata kanë zbatuar një politik që quhet e karrikes boshe, fatkeqësisht. Ministri i Mbrojtjes në këtë komunikim me gazetarët foli për prodhimin e dronëve që nis nga prilli deri te korridori 8 si infrastrukturë kritike e NATO-s. Korridori 8 do të ketë një pamje krejt tjetër nga momenti që edhe komponenti i rrugës me standarde ndërkombëtare buzshkumbinit dhe nga ana tjetër dhe që çon në Maqedoninë e Veriut dhe nga ana tjetër e Kurudha, ato do jenë ato stabilizuesët kryesor. Më shumë detaje rreth këtij investimi Shqipëria do të mund të japë në samitin e NATO-s që vitin e ardhshëm do të mbahet në Tiranë, për organizimin e të cilit po shqyrtohen disa opsione, mes të cilave edhe stadiumi Arena Kombëtare. Sipas Vengut, Shqipëria deri në maj duhet të ketë bërë gati të gjithë planin e punës përgatitore për sa i përket çështjeve të mbrojtjes dhe sigurisë. Një mision faktmbledhës i përbërë nga përfaqësues të 28 partive të Partive Popullore Evropiane vizitoi silinë e Partisë Demokratike, ku Sali Berisha deklaroi se diskutimet u përqendruan tek zgjedhjet e 11 majit, duke kërkuar më shumë mbështetje ndërkombëtare për zgjedhjet e lira. Ai komentoi gjithashtu situatën e rrugëve në Juglindje, duke akuzuar Edi Ramën për mungesë masash ndaj të sëmurëve, ndërsa për protestën e 28 shkurtit tha se ajo do të jetë ndryshe. Një mision faktmbledhës për zgjedhjet e 11 majit zbarkoi këtë të mërkurë në selinë e Partisë Demokratike. Përfaqësues të 28 partive nga radhët e Partive Popullore Evropiane erdhën në Tiranë me kërkesë të demokratëve, ku vetë Sali Berisha kishte paralajmëruar disa herë ardhjen e tyre. Misioni faktmbledhës nuk tregoi qëllimin e vizitës, por ishte vetë Berisha që pasi i përcolli miq nga Selia Blu, tregoi për media temën e diskutimit. Temë qendrore për një opozitë janë zgjedhjet. Dhe ne aty u bërë një ekspoze, e keni pa ju librin, 1500 faqe me mira dokumenta, u paraqitën gjërësisht këto, u diskutuar për narkoshtetin, për këto që po ndodhin, azjesimin e sistemit drejtësisë. Kjo vizitë e përfaqësuesve të Partive Popullore Evropiane nuk është e mjaftueshme për Sali Berishën, i cili kërkon më shumë mbështetje prej të huajve në betejën e tij kundër Edi Ramës. Njërë presim rekomandime, sepse këta vinë për të na bërë rekomandime, ne jemi antar në këto. Por presim njëkohësisht dhe një mbështetje të re për kërkesat tona tashmë të njohura, që Shqipëria të ketë zgjedhje të lira, që shteti ligjor të funksionojë. Kreu i Partisë Demokratike komentoi edhe situatën me shembjen e rrugëve në Juglindje, duke i bërë thirrje qeverisë që të marrë masa për të transportuar të sëmurët. Kam shqetësimin më të madh për dhjetra dhe qindra të smurë të zonës juglindore në radh parë, të cilët kanë procedurat e mjekimit në Tiranë dhe që sot meten pa mjekim, mbasi Edi Rama për vete udhton me 2 helikopter në vend se të dërgojë helikoptert dhe të marrë çdo të smur, ta sjellë këtu, t'i shtrojë, t'i mbajnë hotel
për kohën që nuk funksionon rruga. Lidhur me protestën e 28 shkurtit, lideri demokrat pohoi se ende nuk është vendosur strategjia e plot, por shtoi se ky manifestim do të jetë ndryshe nga të tjerët. Numri 2 në qeverinë e Kosovës dhe lëvizjeve vendosje Glauko Njufca deklaroi se kandidati i përshtatshëm për të gjitha partitë për president do të ishte një nga familja Jashari. Ai eliminoi veten nga gara dhe tha se nuk duan të mbështesin për muri opozitën, duke i propozuar një emër partijak. Sinjali pari qartë që lëvizja dhe të vendosje nuk e mbështet presidenten aktuale Vjosa Osmani për një tjetër mandat në krye të shtetit, erdhi të mërkurën. Zëvendësi Albin Kurtit në qeveri dhe parti, Glauko Njufca deklaroi se deri më tani kandidat më konsensual shihet një nga familja Jashari. Zërat për një kandidat nga kjo familje u shtuan pas vizitës kryeministrit Kurti të dielën në Prekaz në orët e vona. Shkaktu automatikisht një pritje pozitive, një konsenzus automatik në shoqërinë tonë është një president nga rrobat e familjes. Nuk mund të flas për këtë gjë. Do të shkoni atje dhe ta merrni pozicion. Zëvendës kryeministri, një herazi ministri i punëve të jashtme dhe diasporës, këto deklarata i bëri pas takimit me homologen shqiptare Elisa Spiropali. Paraprakisht, Konjufca eliminoi veten nga gara për president, duke thënë se lëvizja vetëvendosje nuk dëshiron që të mbështesë për muri opozitën, duke i dhënë një emër partijak. A jam unë opsion? Jo, unë menoj që nuk është full, nuk është tru në këtë kontekst. Po ta kishte qasjen mazhoranca që do ta propozoj një president të lëvizjes vetëvendosje, unë menoj që ajo është pikërisht ajo që thashë në fillim po dojna me shmang, se kjo është me qitë opozitën para aktit të kry. Në thonë, kjo është dhe duhet ta votoni. Ju duhet ta kuptoni që kjo nuk është qëllimi kësaj radhe i mazhorancës. Prandaj kemi vepruar në tjetër mënyrë. Presidenti aktuale Vjosa Osmani ka shprehur dëshirën për një tjetër mandat, por deri më tani nuk ka siguruar mbështetjen e nevojshme as për të zyrtarizuar kandidaturën, për të cilën duhen 30 firma deputetësh. Kuvendit i ka mbetur edhe një javë kohë për të zgjedhur presidentin e ri, ndryshe vendi rrezikon që të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Amerika është kthyer dhe po jeton një epokë të artë. Kështu u detuar presidenti Donald Trump qytetarëve në fjalimin më të gjatë në histori për gjendjen e kombit. Ai theksoi se Irani nuk do të ketë kurrë një armë bërthamore, ndërsa përmendi sërish se ndaloi 8 luftra në botë, përfshirë dhe atë mes Kosovës dhe Serbisë. Ai foli edhe për ekonominë, emigracionin dhe çështje të tjera, në një fjalim ku nuk munguan edhe incidentet. The state of our union is strong. Miq dhe rival u bën bashk në një sallë për të ndjekur fjalimin për gjendjen e kombit në Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump përmendi shumë çështje nga tarifat, ekonomia, luftrat, rendi botëror dhe emigracioni në adresimin më të gjatë në histori, 1 orë 47 minuta. Epoka e artë e Amerikës është mbi ne. Revolucioni që filloi në vitin 1976 nuk ka mbaruar. Ai vazhdon ende sepse flaka e lirisë dhe pavarësisë ende digjet në zemrën e çdo patrioti amerikan dhe ardhmja jonë do të jetë më e madhe, më e mirë, më e ndritshme, më e guximshme dhe më e lavdishme se kurrë më parë. Se i përket luftrave, përsëriti sërish se u dha fund 8 konflikteve në botë, përfshirë atë mes Serbisë dhe Kosovës. Presidenti amerikan nënvizoi në Kongres se nuk do të lejoj kurrë që Irani të ketë një armë bërthamore, teksa e akuzoi si sponsorizuesin më të madh të terrorizmit. Trump sinjalizoi një goditje ndaj shtetit të Ayatollahut, regjim të cilin e akuzoi se ka vrarë 32.000 protestues në muajt e fundit. Preferenca ime është ta zgjidh këtë problem përmes diplomacisë, por një gjë është e sigurt, unë kurrë nuk do të lejoj që sponsori numër 1 i terrorizmit në botë të ketë një armë bërthamore, po zhvillon raketa të afta për të goditur Europën dhe Shtetet e Bashkuara, prandaj nuk do ta lejoj kurrë që të ketë armë bërthamore. Lidhur me emigracionin, bëri të ditur se do të lejoj hyrje të reja në Shtetet e Bashkuara, por vetëm ligjërisht.
Në 9 muajt e fundit, asnjë imigrant i paligjshëm nuk është pranuar në Shtetet e Bashkuara, por ne gjithmonë do t'i lejojmë njerëzit të vinë lirisht, njerëzit që do ta duan vendin ton dhe do të punojnë shumë për ta ruajtur atë. Në këtë pikë të fjalimit ndodhi edhe një incident. Përfaqësuesja demokrate e SHBA-s, Ilhan Omar, e ngacmoi presidentin duke bërtitur: "Keni vrarë amerikan", ndërsa Trump akuzoi demokratët se nuk i kanë dhënë përparësi qytetarëve amerikan mbi emigrantët e paligjshëm. Kreu i Shtëpisë së Bardhë lavdëroi arritjet e tij ekonomike gjatë fjalimit më të gjatë për gjendjen e kombit, duke i atribuar këtë sukses tarifave të tij të diskutueshme globale, të cilat u rrëzuan nga Gjykata Supreme më pak se një javë më parë. Gjatë adresimit të Trump ndodhi edhe një tjetër incident. Përfaqësuesi demokrat nga Teksasi, Al Green, u përjashtua nga salla e dhomës së përfaqësuesve gjatë fjalimit, pasi në duar mbante një pankart ku shkruhej: "Njerëzit me ngjyrë nuk janë majmun", me shkronja kapitale. Trump kohët e fundit u kritikua gjerësisht pasi në llogarinë e tij në mediat sociale u postua dhe më pas u fshi një video që e paraqiste ish presidentin amerikan Barack Obama dhe ish zonjën e parë Michelle Obama si majmun. Today our border is secure.